Po tani para zgjedhjeve s'besoj të ketë arrestime të tjera më, se i bie që SPAK-u të ndikojnë zgjedhjet, futen në proces. Dgjoj, që të arrestosh një kriminal nuk do thotë të ndikosh në zgjedhje, se në përqet puna mua e ke vënë kandidati apo se ke vënë. Derisa ka vjedhur zotëri do shkojë te vendi. Që janë këto, kush vetë këta i nxisin këto lloj mendjes dhe këto lloj amëndësimes që shikon se jemi në zgjedhje dhe edhe çfarë pastaj? Kurdo Po është ndërhyrje në proces zgjedhor, se ai nuk është një, atëherë i bie që janë disa, mund të jenë drejtues, ata kandidojnë në proces. Patjetër, të mos vënë ata që janë kriminalë. Është e thjeshtë fare. Zotëri, ai i bë kriminalët që t'i shpëtojnë nga djegja penale. Ka që thjeshtë është. Domethënë, në çdo anë ai do që ta ketë gjithë situatën dorë, qoftë në zgjedhje, qoftë në drejtësi, qoftë në politikë. Ç'a bëhet? E di se shkja apo jo? E kalon fashizmin. E kalon nazizmin gjerman. E kalon Gestapon. Këta janë më Gestapo se Gestapoa. Ky pushtet që sot, thash, nuk kam punë me SPAK-un dhe me Biron Kombëtare të Hetimit. Ata po e bëjnë punën në mënyrë perfekte. Sepse vonohen këtë se di. Por që ky me këto marifete dhe ai tjetri që është që me ti duke folur në atje në taras e pallatit që do shkatërroj, do shkarkoj, do ç'përbëj atë SPAK-un. Do ta shkri fare. Ja të shumë, do shkri SPAK-u atë, apo do shkri ai SPAK-un. Se do shkri ai nga SPAK-u. Duke parë listën nga ata që janë te pjesa e hapur, sa ka shanse, probabilitet të arrestohen nga PS-ja dhe nga PD-ja, nga ata që janë listë hapur? Mos s'ka listë hapur e listë të mbyllur aty. Kushdo që ka probleme me drejtsinë, me shtetin, me ligjin, duhet të arrestohet një orë më parë. Një orë më parë. Nuk mund të bëjnë asnjë ata, të mos përgatitet, mos i gënjej mendja se me që jemi në situatë zgjedhore dhe ne do shpëtojmë. Jo, nuk do shpëtojmë. Nuk do shpëtojmë. Nuk ka punë aty. Ore, pse shkojmë lart? Ai Zdrom si Tiranës ishte kryetar bashkie. U arrestuan kryetëtarës apo jo? Ç'a ndodhi? Asnjë. Si masë e fortë shumë avokat. Morë që bëni Çu pretendojnë avokatët? Të lutem. Do me thënë, me që është politika, me që ka imunitet politik, mund të vje të rast të bëj çfarë të doj, edhe se prekim do se ka imunitet. Këta janë imunitete që i bënin komunistët për banditët e tyre. Drejtësia dhe drejta nuk ka imunitet. Do japësh llogari për atë që ke bërë. Pik. Kur mendoni që mund të dalë kryetari i bashkisë nga qeveria? Asnjëherë. Mbasi të ketë bërë një 20 ca vjet, po. Nuk do dalë. E ka atë dosjen që do ta ngarkosh në makinë. Do shkoj SPAK-u, mund shkoj më lart, sigur kërkon opozita, apo drejt zyrës kryeministrit nuk bën vaki? Kryeministri e kemi thënë që mbas shpalljes dhe marrjes së pushtetit nga qeveria teknike, ditën e nesërme Edi Rama arrestohet. Kështu është thënë, kështu thuhet dhe me këtë mendim jemi. Tani amerikanët e din këto punë, që kanë krijuar dy instrumentat e drejtësisë, vënies të drejtës në vend, Biron Kombëtare të Hetimit dhe SPAK-u, dhe do presim. Unë jam Avokat,